morning, si jeni? Sot do kemi një vlog, të ju marrë me vete gjithë ditën. Tani është mëngjes herët dhe përgatisin fëmijët për shkollë, po bëj gërshetat e bebes time. Këtë video do e hedh në TikTok dhe në YouTube. Kam vënë re që kanë filluar të pëlqejnë vlogs në TikTok dhe po mendoj të bëj vlogs njësoj si në YouTube. Drejtën jam super e lodhur për shkak se kam parë ferë më mbrëm gjithë natën. Ja dhe flokët që ja kapëm Lea, tani jemi gati për shkollë. Pasi qërë fëmijët në shkollë, bëj një sistemim të shpejt të krevatave dhe të shtëpisë, sepse u zgjuam në orën 8 sot dhe nuk ishim kohë që t'i bënim herët në mëngjes para se të qërë fëmijët në shkollë sistemimin e shtëpisë dhe pastrimin, pavarësisht se mundohem që kuzhinën ta pastroj që në darkë, po ka raste që jam e lodhur në darkë dhe e bëj dhe në mëngjes ose e bëj kur të kem mundësi gjatë ditës. Mundohem që dhomën e fëmijëve të mos e rregulloj unë zakonisht kur zgjohem herët, dhe lodra të mos i mbledh unë as rrobat e tyre, por me që se sot u zgjuam vonë, i bëra unë. Mundohem që t'ua lë fëmijëve si përgjegjësi që të pastrojnë lodrat e veta dhe pislokun që bëjnë ta pastrojnë. Shikoni këtë valizhen tek dhoma ime, janë të gjitha rrobat që kam nxjerrë në vintit. Në fakt jam duke i nxjerrë çdo herë më shumë. I kam mbledhur në atë valizhen se më kishin zënë në rafte. Tani do hapim pak rroba dhe do fusim rrobat e tjera në lavatriçe. Shqyr sot ishte diell dhe nxorra çarçafët për të tharë më shpejt në balkon dhe nga mbasditja sigurisht që filloi një shi i madh. Tani është koha që të përgatisim një mëngjes të shpejt për mamin. Të shpejt i them sepse nuk e asgjë për të gatuar. Në fakt vetëm veza të vonon pak, por është i shpejt. Gjithsesi është i shpejt. Buka me avokado me djath mozzarella edhe me ves sipër është gjë më e mirë që mund t'i jap për vetes tënde, është shumë e shijshme. Edhe sa për të jeni në Angli, të bie më lirë të hash shëndetshëm sa të hash që të dali përpara. Ai me po shkëlqen, tani jam gati për dalë se kam për të vajtur tek një punë. Siç u kam thënë që jam vullnetare tek një shoqat, kështu që të tregoj të veshjen. Edhe kështu jam veshur për sot. Fytyra po shkëlqen. Dhe për vajzat që më kam parë në live, këtu jam 7 ditë pas microneedling. Dhe shikojnë që glow i ka dhënë fytyrës, plus mbrëm kam bërë një mask të Biodance. Shkojmë pastaj, ndoshta shkojmë palestër, nuk jam sigurt, nuk e di, por le të shohim deri pastaj. E kanë ardhur pako. Okej, si që nga ndarë. Kanë ardhur ca veshje për mua. Në fakt mezi po e prisja që ta provoja se si do më rrinte. Edhe le ta shohim se si do më rri. Po besoj do më rri bukur. Kjo që në ka rëndë, nuk e mbaj mend çfarë kam bler. Ta shohim bashkë. Okej. Kam bërë një super punë, mezi kam pritur këto letrat. Nuk e tregoj këtu. Puna ime sa po filloi, puna ime më e madhe e fillon sot. Pas kësaj porosie. Kam gjetur ca çorape për Lean, ngjyrë gri. Nuk jam bërë mbartja blej kur i bleva uniformën dhe tash t'ja blija e gjeta në Temu këto 6 palë, nuk e mbaj mend sa lekë kam marrë. Po që ja super vlej. Këtu më ka ardhur fustani Lea, kam bler 2 kosha. Mendoj se njërin, jo mendoj, po njërin e kam bler gabimisht, them drejtën. E kisha fut në kartë edhe doja t'i krahasoja dhe nuk e kisha parë që nuk e kisha hequr tikun tek njëri kosh. Po që do shohim se cilin do t'i mbaj. Shikojeni? Shky koshi këtu. Do shohim se cilin do t'i mbaj, po kam përshtypjen se do t'i mbaj këtë. Kam përshtypjen, ose do t'i mbaj të dy. Bo, qa ere. Mi ngordhur. Kam përshtypjen se këtë do t'i mbaj. T'ja fus një të lartë. Po më vjen për të vjellë. Nuk e mbaj mend nëse i kam bler tek i njëjti dyqan. Edhe këto fustanet. Shpresoj mos mbaj njëra mi ngordhur të paktën. Shikoni pak sa i bukur që është këtu. Tani nuk e di se cili do t'i bëj Leas. Po ky vjen si më shumë princesh. Se vjen kështu para i shkurtër dhe mbrapa vjen si i gjatë. Mezi pres shkrit marr Lean tani, se më ka shku dhe ora. Më ka shku dhe ora për të marrë Lean.
kemi të psarin e dytë, se i mora 2 just in case, se e dija që do vononin, edhe thash ta kem. Për çfarë do lloj rasti ti jemi përgatitur, erdhi serdi, u bë, s'u bë. Ja kam marrë njërin 18-24, njërin 9-12, nuk isha e sigurt se çfarë mase i bën Leas. Okej, tani do ham pak drekën, t'ua tregoj edhe çfarë ha për drek, edhe besoj se këtu do e mbyll videon për sot. Ju tregova mjaftueshëm nga dita ime dhe si e kaloj unë një ditë. Kur të vinë fëmijët, unë nuk bëj ndonjë gjë super të madhe, shkruajmë dhe lexojmë me Anitin. Lea gjyros and that's it. Kjo është dreka ime për sot, është një supë me makarona me perime dhe me pul dhe kefir.